Mos u gut se njëjëm, kështu që sot duroni pak të furli edhe unë se njëjëm për i PDK-s. Nuk ka asë një vend tjetër në cilin të shfrytëzojnë kuën tem, prit. Koleg deputet Qetësi, lutem. Unë me kriju kushte me mbajt fjalimin? Kjo seancë do të mbahet men në historinë e Kosovës si seanca në cilën të gjithë ne, kryetari i kuvendit, deputetëve vetëvendosjes, qytetarët e Kosovës, çdo kush këtë shoqëni e din që është e palishme dhe jo kushtetuese. Asnjë vend nuk mund të mbaj seancë kuvendi i Kosovës, një kuvend nuk mund të mbaj seancë pa zgjedhur qeverinë. Mos u gut se njëjëm, kështu që sot duroni pak të furli edhe unë se njëjëm për i PDK-s. Nuk ka asë një vend tjetër në cilin të shfrytëzojnë kuën tem, prit. Koleg deputet Qetësi, lutem. Unë me kriju kushte me mbajt fjalimin? Ju nuk ma diktoni që mbajmë fjalimin. S'mush ma diktu fjalimin, unë e mbaj fjalimin që duone. Ma lejon rregulloria. Zoti Gruda, vazhdo me fjalimin, për shkak se nuk dëgjohet ja. E kuptoj, po. Thitën të kushte kur të gjithë flasin për një herë. Rregull, vazhdo. Asnjë kuvend, lejoni ta shpjegoj ligjërisht. Asnjë kuvend, dhe nuk ka marrë me bë propagandë politike, ka marrë me shpjegu ligjërisht. Nës asnjë vend nuk lejohet që një qeveri, një kuvend të mblidhet dhe të trajtoj çështje tjera përveç zgjedhjes qeverisë. Midis konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes qeverisë nuk lejohet të mbahet asnjë seancë ndërmjetme për asnjë çështje. Kjo është praktika deri sot me parlamentare e Kosovës dhe është një standard i njohur në mbar botë. Në mbar botë, nuk ndodh asnjëherë. Tani po i kthehem çështjes së rendit ditës i cili është propozuar. Rendi i ditës i propozuar sot është formimi i komisioneve parlamentare edhe miratimi i disa projekt ligjeve. E para, për me tregu që kjo seancë ka logjik si mund të formohen komisione parlamentare ku nuk është definuar kush është pozita dhe kush opozita në këtë vend. Se komisionet themelohen mbi bazën që njëra parti merr një antar komisioni sipas opozitës, njëra sipas faktit që janë pozitë. S'ka Kosova opozitë sot. S'mund të formohen komisione parlamentare. E para, e dyta, miratimi i projekt ligjeve. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, jo qeveri në dorëheqje. Unë e kam këtu me vete ligjin për qeverinë. Neni 31 thotë që qeveria në dorëheqje thotë nuk mund të paraqes në kuvend projekt ligje. Dhe po ashtu ky ligj thotë që këto kufizime, neni paragrafi 5 i neni 31 thotë vlen edhe për qeverinë në detyrë, këtë qeveri që e kemi ne. Pra, nuk mund të procedoj ligjin kuvend. I vetmi përjashtim bëhet për qeverinë në dorëheqje, thotë ka drejt me propozu ligjin për buxhetin kuvend. Kjo nuk është qeveri në dorëheqje, kjo është qeveri në detyrë. Përjashtimi vlen, zoti Murati, vetëm për qeverinë në dorëheqje, jo qeveri në detyrë. Duhet me ndërtu një shumicë që ka forcë me bë qeverinë e Kosovës.